Pas një debati të ashpër që përfshiu Braimin, tensioni në shtëpinë e Big Brother Kosova arriti kulmin në përplasjen mes Arditit dhe Albës. Një moment që filloi si shkëmbim fjalësh në vapën e lojës, por që shumë shpejt kaloi çdo kufi të debatit normal. Arditi, i irrituar dhe i ngarkuar emocionalisht pas përplasjes, ju drejtua Albës me një fjalë të rëndë: "Ke mera pishmanit që ke hi në Big Brother Kosova." Ishte një deklaratë e fortë, kërcënuese në ton, që synonte ta godiste emocionalisht Albën dhe t'i tregonte se loja për të do të bëhej edhe më e vështirë. Në Big Brother, fjalë të tilla zakonisht nuk mbesin pa përgjigje, dhe as kësaj here nuk ndodhi ndryshe. Alba reagoi menjëherë, por reagimi i saj shkaktoi edhe më shumë tronditje. Ajo e etiketoi Arditin me një term personal, duke e përdorur orientimin seksual si ofendim. Një moment që e uli debatin në një nivel tjetër dhe që u pa gjerësisht si tejkalimi rënd i kufive njerëzor. Këtu loja ndaloi së qeni strategji dhe u shndërrua në fyrje. Sepse pavarësisht nervave, pavarësisht konfliktit, përdorimi i identitetit personal si armë nuk është argument, është poshtërim. Dhe në një ekran publik, ky lloj komunikimi ka peshë shumë më të madhe se sa brenda mureve të shtëpisë. Braimi, i përfshirë në këtë trekëndësh tensioni, u gjend mes dy zjarreve. Konflikti i tij i mëparshëm me Albën ishte shkëndija që ndezi situatën, por përplasja mes Arditit dhe Albës e ktheu gjithçka në kaos verbal. Zërat u ngritën, nervat u tendosën dhe shtëpia humbi çdo ekuilibër për disa minuta. Ky episod nxori në palë disa probleme serioze që Big Brother Kosova po përballet gjithnjë e më shpesh: kërcënimet emocionale, fjalët që synojnë frikësimin dhe përdorimi i etiketimeve personale si mënyrë për të fituar debat. Publiku nuk po shikon më vetëm kush ka strategji më të fortë, por kush di të ruaj dinjitetin edhe në konflikt. Arditi u kritikua për tonin dhe fjalinë e thënë në nerva, ndërsa Alba u kritikua edhe më ashpër për gjuhën e përdorur.